Besimtarët musliman edhe këtë vit kanë filluar me kryen e obligimit për therrjen e kurbanit. Ky obligim ka filluar të kryhet nga besimtarët përmes Bashkisë Islame të Kosovës, e cila edhe këtë herë, tashmë siç është bërë traditë, po bën therrjen e organizuar të kurbanëve. Besimtarët të cilët po e kryen këtë obligim shprehen se tradicionalisht përmes Bashkisë Islame të Kosovës po e çojnë amanetin në vend. Ata thonë se përmes therrjes së kurbanit, duke kryer këtë obligim, duan të ndihmojnë medresantët dhe familjet nevojtare. Tash është edhe festa që Allahu e ka caktuar, festën e Kurban Bayramit, prej shpirtit më të thellë, domethënë, po munduam me një farë forme sado do të solidarizohem pak me njerëzit që s'kan, edhe me njerëzit që kanë nevojë, domethënë për që të vlerën e caktuar që e ka caktuar Bashkia Islame. Unë e gëzoj një shëndet mirë shoqër Zotit, aty ku fshin fal me gjithë fëmijët e mi, dhe thjesht borën për zemrës. Çdo gjë që borën për zemrës është mendoj që është e mirë edhe për shoqënime për sjellë mesazh. Mirë, po tash rrethonat kanë ndryshuar. Paketa urbane pak më na mundson, domethënë një dinamik pak më ndryshe është edhe e kemi më problem pak me shpërndarje familjet. Kështu që unë ja besoj. Ja besoj këtij tempulli të madh, këtij objekti, domethënë e besoj çdo gjë që vendos Bashkia Islame për mua është sikur me dorën tëm. Edhe thjesht domethënë e falenderoj na mas pori Zotit, edhe dyta gjithë njerëzve që janë vullnet mirë, edhe i shërbim këtij drejtimi human. O valla e pardon tha, moj me myt. Mos më na hub feja. Po ndihmë Allahut pa feja s'ka kur gjë. Vallahi ja bade hova janë mashtruar gjinja. Resul Rexhepi, kur sqaron rëndësinë e kurbanit, ai përmend 3 rrafshe në të cilat përfitohet nga therrja e kurbanit. Rëndësia e therrjes së kurbanit është e shumëfisht, është e shumë trajtshme. Kjo ka rëndësi në aspektin personal, ka rëndësi në aspektin familjar, ka rëndësi në aspektin shoqëror. Për personin ka rëndësi sepse me anën e therrjes së kurbanit, personi e manifeston sinqeritetin e tij ndaj të Madhit Zot xhelleshanu. Gatishmërinë e tij që në emër të Zotit është në gjendje me sakrifikuar gjithçka. Në aspektin familjar është se familjet në përgjithësi përmes mishit të kurbanëve, sa do qoftë, sa do pak qoftë, megjithatë ka mundësi me e gëzu një fëmijë, ka mundësi me e gëzu një të varfër, ka mundësi me e gëzu një familje, ndërkaq në aspektin shoqëror, sa ma shumë që të sakrifikohen, që të therren kurbane për Allahun xhelleshanuhu, atëherë natyrisht se shoqëria do të ketë më shumë dobi. Ai po ashtu sqaron se si duhet të shpërndahet mishi i kurbanit. Mishi i kurbanit kryesisht ndahet në 3 pjesë. Një pjesë ju dedikohet të varfërve dhe nevojtarëve, atyre që kanë nevojë që ditën e Bajramit ta kenë një copë mish në tryezën e tyre. Pjesa e dytë ju dedikohet të afërmve, fëmijëve, pavarësisht pse e kanë gjendjen e mirë ose jo të mirë. Ndërkaq pjesa e tretë, mishit e kurbanit, mund edhe të ndahet për nevojat familjare. Në anën tjetër, sekretari i Bashkisë Islame të Kosovës, Ahmed Sadriu, thotë se ky organizim po bëhet për shkak të kërkesave të mëdha të besimtarëve. Thotë se besimtarët ndihen të sigurt me therrjen e kurbanëve nga organizimi i Bashkisë Islame të Kosovës. Me plot përgjithësi po e them se amaneti i cili na është besuar neve do ta kryjmë me përgjegjësinë më të lartë, sepse jo që kemi obligim apo përgjegjësi para besimtarëve, po kjo është edhe një përgjegjësi dhe obligim edhe para krijuesit gjithësisë. Dhe organizimi normal dihet se ka filluar për nevojat tona që kemi njoftuar dhe opinionin e gjerë, për nevojat e medreseve që i kemi ne, që ky me shkon për ushqimin e talebe dhe nxënësve që vijojnë mësimin në për këto shkolla, por mishi i cili prehet dhe të buhet prej kurbanëve, përveç që shkon në këtë destinacion, ai me shumicën më të madhe shpërndahet në për institucionet të ndryshme, apo në për familjet të cilat kanë nevojë, në për vendet të urbanizuara, besimtarët tonë kanë pak problem se ku ti prejnë kurbanat, kështu që në këtë formë na jam kemi afruar edhe një lehtësim, dhe ata vinë i porosisin dhe e kryjnë një obligim tillë,
por të njëjtën kohë dhe ne e kryjmë përgjegjësinë tonë, cilën ne e marrë me ata. Besimtarët musliman festojnë Kurban Bajramin këtë të martë, ndërsa therrja e kurbanit mund të bëhet që nga dita e parë e kësaj feste deri në ditën e tretë. Të gjithë të interesuarit për therrjen e kurbanit në mënyrë të organizuar mund ta bëjnë këtë duke bërë pagesën në zyrën e Bashkisë Islame të Kosovës, si dhe përmes xhirollogarisë.